Zanafilla 46, Jakobi zbret në Egjipt, vargjet kyçet kapitulli. Kështu Izraeli u nis me të gjithë ata që kishte. Kur arriti në Bersheba, i ofroi flijime Perëndisë së Isakut, atit të tij, vargu 1. Unë jam Perëndia, Perëndia e atit tënd. Mos ki frikë të zbresësh në Egjipt, sepse aty do të bëj një kombë të madh. Do të zbres bashkë me ty në Egjipt dhe do të bëj të kthehesh me siguri. Vargjet 3 dhe 4. Jozefi u nis për të takuar Izraelin, atin e tij, dhe ju hodh në qafë dhe qau gjatë mbi supin e tij. Vargu 26. Jakobi ishte 130 vjeç dhe po lë tokën e premtimit. Kjo nuk ishte një zhvendosje e thjeshtë. Ishte largim nga vendi që Perëndia i kishte premtuar familjes së tij. Prandaj ai ndaloi dhe pyeti Perëndin. Dhe Perëndia i tha diçka të mrekullueshme. Unë do të zbres bashkë me ty. Perëndia nuk e ndaloi udhëtimin, u nis me ta. Konteksti historik dhe kulturor. Bersheba nuk ishte vendi rastësishëm për të ndaluar. Aty Abrahami kishte mbjell pemë dhe kishte thirrur emrin e Zotit. Kapitulli 21 vargu 33. Aty Isakut i kishte folur Perëndia dhe kishte ndërtuar altar. 26, 23 deri 25. Ishte vendi i kufirit, pasti fillonte rruga drejt Egjiptit. Jakobi ndaloi pikërisht atje ku ndaluan etërit e tij, para se të dilte nga toka e premtimit. Dhe pse duhej pyetur Perëndia? Sepse Egjipti kishte histori të keqe në atë familje. Abrahami zbriti atje dhe gënjeu 12 vjet deri 20. Isakut Perëndia i tha shprehimisht, mos zbrit në Egjipt. 26:2. Jakobi kishte të drejtë të hezitonte, apo bëj gabimin e etërve, dhe Perëndia e sqaroi, kësaj here zbritja është nga unë. Vargjet 1 deri në 4, ndalesa dhe fjala. Kur arriti në Bersheba, i ofroi flijime Perëndisë së Isakut atit të tij. Vargu 1. Vini re emri, njo Perëndisa Abrahamit për të Isakut. Ndoshta sepse Isaku ishte ai që kishte marrë urdhrin mos zbrit. Jakobi po thoshte pa fjalë, Zot, ti i the babait tim të mos zbriste. Çfarë më thua mua? Ky është njeriu që dikur vendoste vetë dhe pastaj lutej. Tani pyet i pari. Dhe Perëndia foli natën në vegim. Jakob, Jakob, thirrja e dyfisht, si te Abrahami në malin e Morias, 22:11, dhe si tek Mojsiu para ferrishtes, Eksodi 3:4. Kur Perëndia të rre 2 herë ka diçka të rëndësishme dhe i tha 4 gjëra. Unë jam Perëndia e atit tënd, identiteti. Mos ke frikë të zbresësh, leja. Aty do të bëj një kombë të madh, qëllimi, dhe premtimi më i bukur, unë do të zbres bashkë me ty dhe do të kthej me siguri. Vargu 4. Të ndalemi pak tek fjalia e fundit. Perëndia si tha shko, unë do të pres këtu. I tha do të zbres bashkë me ty. Perëndia e Kananit nuk mbeti në Kanaan, ai zbriti në Egjipt me ta dhe do të qëndronte 400 vjet deri ditën kur do t'i nxirrte. Kjo është e vërteta që na mban. Perëndia nuk është i lidhur në një vend. Ai është me popullin e vet kudo që shkon. Dhe do të kthej me siguri. Fjalë për fjalë do të bëj të ngjitesh. Jakobi nuk u kthye gjallë, por trupi i tij u ngjit dhe u varros në Makpel, kapitulli 50 vargu 13. Dhe pas 400 vjetësh gjithë populli u ngjit nga Egjipti. Perëndia e mban fjalën edhe kur përmbushja vjen pas jetës tonë. Vargjet 5 deri në 27, 70 emra. Pastaj vjen lista, emrat e të gjithë atyre që zbritën në Egjipt, të rënditur sipas 4 nënave: Lea, Zilpa, Rakela, Bilha, dhe totali të gjithë njerëzit e shtëpisë së Jakobit që erdhën në Egjipt ishin 70. Vargu 27. Ky numër nuk është rastësi. Kujtoni mësimin 9, tabela e kombeve kishte 70 popuj, kapitulli 10. Tani familja e premtimit është 70 veta. Izraeli lindi si pasqyrë vogël e gjithë njerëzimit. Një familje për të gjithë familjet e tokës, sipas premtimit të kapitullit 12 vargu 3. Dhe numri do të kthehet 70 pleqt e Mojsiut. Numrat 11-16. 70 të dërguarit e Jezusit, Luka 10:1. Dhe pse i shkruan Bibla të gjithë emrat? Sepse Perëndia nuk punon me turma anonime.
70 veta zbritën e Egjipt dhe do të dilnin si kom, por Perëndia i njihte një nga një. Bibla shkruan emrat sepse Perëndia i mban mend njerëzit, dhe një hollësi prekse. Mes emrave janë edhe djemtë e Judës nga Tamara, Pereci dhe Zerau, vargu 12. Edhe historia e turpshme e kapitullit 38 është pjesë e familjes së premtimit. Vargjet 28 deri në 30. Takimi. Jakobi dërgoi Judën përpara për të treguar rrugën drejt Goshenit. Vargu 28. Vini re, jo Rubenin, të paralindurin, Judë. Ai që ofroi vetet si garanci tani është njeriu i besuar i familjes. Përgjegjësia e treguar në ditët e vështira ndryshon vendin e njeriu. Dhe pastaj skena që pritej prej 20 vitesh. Jozefi përgatiti karrocën e vet dhe doli të takojë babait. Ju hodh në qafë dhe qau, gjatë mbi supin e tij. Vargu 29. Vini re, qanë vetëm Jozefi, teksti nuk thot se qau Jakobi. Ndoshta plaku ishte thjesht i ngrirë nga gëzimi, dhe fjalët e tij janë të një njeriu që ka mbërritur në fund të rrugës. Tani mund të vdes, sepse pash fytyrën tënde dhe ti je ende gjallë. Vargu 30. Këto fjalë janë jehon, sepse Simeoni i vjetër në tempull, kur mori forshën Jezus në krah, tha: Tani lejo o Zot që shërbëtori yt të vdes në paqe, sepse sytë e mi pan shpëtimin tënd. Luka 2:29 deri në 30. Të dy pleq, të dy pan që atë që prisnin, të dy të gatshëm të shkojnë. Ka gjëra që kur i sheh jeta merr fund në paqe. Vargje 31 deri në 34. Urtësia e Jozefit. Dhe pastaj Jozefi bëri diçka shumë të mençur. U tha vëllezërve: Kur faraonit ju pyes për punën tuaj, thoni se jeni barinj, sepse çdo bari është gjë e neveritshme për egjiptianët. Vargu 34. Kështu do t'ju japin Goshenin, larg qendrës. Po pse e bëri këtë? Sepse e dinte diçka. Nëse familja e tij do të përzihej me egjiptianët, brenda pak brezash do të zhdukej. Duke qëndruar në Goshen, të ndarë, të përbuzur, larg pallatit, ata do të ruanin identitetin e vet, dhe pikërisht kështu ndodhi. 400 vjet më vonë dolën si kom dhe jo si egjiptian. Ky është një mësim i madh. Jozefi kishte fuqi t'i vendosë vëllezërit në pallat me derime. Zgjodhi t'i vendoste në një vend të thjeshtë ku do të mbeteshin vetvetja. Derimi i botës shpesh kushton identitetin, dhe ai zgjodhi ruajtjen e familjes mbi ngritjen e saj. Dhe kështu mbaroi kapitulli. 70 veta të vendosur në një cep të Egjiptit, të mbrojtur nga uria dhe të ruajtur nga përzierja. Askush se dinte atëherë, por aty do të rrinin 400 vjet, dhe nga 70 do të bëheshin një popull i tërë. Perëndia i kishte thënë Abrahamit pikërisht këtë. Shumë kohë më parë, pasardhësit e tu do të jenë të huaj në një vend jo të tyre, por brezi 4 do të kthehet këtu. 15, 13 deri në 16. Ajo që dukej si zhvendosje familjare ishte përmbushje e një premtimi 400 vjeçar. Fjalët kyçet kapitullit. Jakob, Jakob, vargu 2. Thirrja e dy fish në Bibël shënon gjithmonë çaste vendimtare. Abraham, Abraham, te Mali 22:11. Mojsi, Mojsi, tek Ferrishtja, Eksodit 3:4. Samuel, Samuel, e para Samuelit 3:10. Dhe Saul, Saul në rrugën për në Damask, Vebrat 9:4. Kur Perëndia të thërret dy herë, diçka po ndryshon. Unë do të zbres bashkë me ty, vargu 4. Folja origjinale Jarad, e njëjta fjalë që në të gjithë zanafillën përshkruan largimin nga vendi i premtimit. Por këtu subjekti është Perëndia, ai zbret me ne edhe atje ku ne trembemi të shkojmë, dhe një ditë do ta bëj përfundimisht në Betlehem. 70. Vargu 27. Numri i plotësisë në Bibël. 70 kombe, kapitulli 10. 70 veta të familjes së Jakobit. 70 pleq, 70 të dërguar. Izraeli u bë populli përfaqësues i të gjitha kombeve, një familje e vogël që mbante premtimin për të gjithë. Goshen, vargu 34. Krajina verilindore e deltës së Nilit. Tokë e mirë për kullota, por larg qendrave egjiptiane. Vendi ku një popull mund të rritej pa u tretur.
Ndonjëherë Perëndia na vendos në margjina pikërisht që të mbetemi vetvetja. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re, premtimi, unë do të zbres bashkë me ty, është zemra e gjithë Biblës. Perëndia nuk qëndron larg dhe nuk na dërgon të vetëm në vendet e vështira. Dhe një ditë ai e mbajti këtë premtim në mënyrë më të plotë. Dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Gjoni 1:14. Fjala banoi në origjinal do të thotë ngriti çadrën. Perëndia zbriti jo vetëm në Egjipt, por në mishin tonë, në lagjen tonë, në dhimbjen tonë. Dhe emri i tij ishte Emanuel, Perëndia me ne. Mateu 1:23. Ajo që Jakobi dëgjoi natën në Bersheba, ne e kemi në një person. Dhe ka edhe një lidhje të drejtë për drejtë. Familja e Jezusit gjithashtu zbriti në Egjipt për të shpëtuar nga vdekja. Mateu 2:13 deri në 15. Dhe pastaj u kthye dhe Mateu e lidh me profecinë nga Egjipti. Thirra birin tim, Osea 11:1. Jakobi zbriti me 70 veta, Jozefi dhe Maria zbritën me një foshë. Të dyja herët, Egjipti u bë stre e përkohshme dhe Perëndia i ktheu sërish. Dhe fjalët e Jakobit, tani mund të vdes, sepse pash fytyrën tënde. Gjej një honën tek Simeoni në tempull, të dy pana të që prisnin, por ka një ndryshim. Jakobi pa birin e vet, Simeoni pa birin e Perëndisë. Dhe ne, thot Pali, do ta shohim një ditë fytyrë për fytyrë, e para Korintasve 13:12. Atëherë do ta themi edhe ne, mjafton, e pash. Aplikimi për ne sot. Emigrantët tanë e njohin mirë këtë çast. Valigjet e dera, familja që pret dhe pyetje që s'të lë të flesh. Apo bëj gabim? Jakobi e jetoi atë natë në moshën 130 vjeç dhe bëri gjën e duhur. Ndaloi, ndërtoi altar dhe pyeti Perëndin. Nga ky mësim neve marrim. Së pari, ndalo dhe pyet para vendimeve të mëdha. Jakobi ndaloi në Bersheba dhe ofroi flijime. Para se të lëvizësh punën e re, në emigrim, martesë, shitje shtëpie, bëj një ndalesë të qëllimshme me Perëndin. Jo lutje me nxitim ndërsa bëhen valigjet, por në një ndalesë të vërtetë. Së dyti, mbaje mend se ai zbret me ty. Unë do të zbres bashkë me ty. Nëse Perëndia të çon diku, nuk të lë vetëm. Në një qytet të huaj, në një spital, në një punë të vështirë, ai nuk mbetet në kishën tënde të vjetër, ai udhëton. Së treti, përgjegjësia ndryshon vendin e njeriu. Jakobi dërgoi Judën përpara, jo Rubenin. Juda kishte treguar në ditën e vështirë se mbi kë mund të mbështetesh. Nëse do të besojnë detyra të mëdha, filloi nga besnikëria tek të voglat, dhe pikërisht kur kushton. Së katërti, kujdes se çfarë kushton ngritja. Jozefi mund t'i vendosë vëllezërit në pallat, i vendosi në Goshen, që të mbeteshin vetvetja. Ndonjëherë oferta që të ngre lart të kërkon të lësh diçka thelbësore, kohën me familjen, ndershmërinë, besimin. Pyet gjithmonë, sa më kushton mua kjo ngritje? Së pesti, Perëndia i mban emrat, jo vetëm numrat. 70 emra të shkruar një nga një. Nëse ndihesh si numër në punë, në shoqëri, madje edhe në kishë, kujto se Perëndia i shkruan emrat. Të kam thirrur me emrin tënd. Ti je i imi. Isaia 43:1. Së gjashti, disa premtime përmbushen pas nesh. Do të kthej me siguri dhe Jakobi u kthye vetëm si trup pas vdekjes. Ka lutje që i bëjmë sot dhe përgjigjen e marrin fëmijët tanë. Mos e mat besnikërinë e Perëndisë me kalendarin tënd. Mbill, edhe nëse korrin do ta shohin të tjerë. Çfarë mësojmë nga ky kapitull? Zanafilla 46 na tregoi një plak 130 vjeç që ndaloi te kufiri për të pyetur Perëndin. Një thirrje të dyfish natën dhe 4 premtime. Mes tyre më i bukuri, unë do të zbres bashkë me ty. 70 emra të shkruar një nga një. Judën e besuar që prinë rrugën, një birë që qau gjatë mbi supin e babait, dhe një baba që tha, tani mund të vdes sepse të pash. Perëndia nuk mbeti në tokën e premtimit, u nis me popullin e vet. Mbaj mend këtë varg, mos ki frikë të zbresësh, unë do të zbres bashkë me ty. Zanafilla 46 vargje 3 dhe 4. Vendi ku po shkon nuk është jashtë hartës së tij, dhe ai udhëton me ty.
Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me ju, Zoti u bekoft.